Kapitulli 8. Sauli e miratoi vrasjen e Stefanit. Atë ditë filloi një përndjekje e madhe ndaj kishës në Jeruzalem. Përveç apostëve, të gjithë u shpërndarën nëpër fshatrat e Judes e të Samaris. Disa njerëz të përkushtuar ndaj Perëndis e varrosën Stefanin dhe e vajtuan shumë. Ndërsa Sauli po e shkatërronte kishën duke hyrë shtëpi me shtëpi, ai merrte zvarr, burra e gra dhe i fuste në burg. Mirë pa ata që ishin shpërndar, shkonin nga një vend në tjetrin, duke shpallur ungjillin. Filipi zbriti në qytetin e Samaris e u predikoi atyre Krishtin. Turmat i dëgjonin me vëmendje fjalët e Filipit, sepse i dëgjonin dhe i shikonin mrekullitë që bënte. Shpirtrat e ndyrë dilin me britma të mëdha prej shumë njerëzve që ishin të pushtuar prej tyre dhe shumë të paralizuar e të qalë u shëruan. Kështu, në atë qytet u gëzuan shumë. Në atë qytet jetonte prej kohësh një njeri me emrin Simon, i cili bënte magji e i maknikste njerëzit e Samaris e thoshte se ishte njeri i madh. Të gjithë dëgjonin me vëmendje, që nga më të vegjëlit deri te më të mëdhejt, edhe thoshin: Ky njeri është fuqia e madhe e Perëndisë. Dhe dëgjonin me vëmendje, sepse i kishte maknitur për një kohë të gjatë me magjitë e tij. Por kur i besuan Filipit që po shpallte ungjillin e mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, atëherë u pagzuan burra e gra. Edhe vetë Simoni besoi. Pasi u pagzua, qëndroi me Filipin e maknitej kur shikonte mrekullitë të mëdha dhe veprat e fuqishme që ndodhnin. Kur apostujt në Jeruzalem dëgjuan se Samaria e kishte pranuar fjalën e Perëndisë, dërguan atje Pjetrin e Gjonin. Këta shkuan dhe u lutën që ata të merrnin shpirtin e shenjtë, sepse asnjëri prej tyre nuk e kishte marrë ende shpirtin e shenjtë, por vetëm ishin pagzuar në emrin e Zotit Jezu. Atëherë Pjetri e Gjoni vum duart mbi ta dhe ata morën shpirtin e shenjtë. Kur pa Simoni se shpirti i shenjtë u dhurua përmes vënies së duarve të apostujve, u ofroi atyre para e u tha: Ma jepni edhe mua këtë pushtet, që kur të vë duart mbi dikë, të marr shpirtin e shenjtë. Por Pjetri i tha: U shkatërrofshin parat e tua e ti bashk me to, sepse mendove se mund të blesh me para dhuratën e Perëndisë. Ti nuk e as pjesë as short në këtë gjë, se nuk e ke zemrën të drejtë para Perëndisë. Pendohu për këtë mbrapshti tënden, e lutju Zotit, se ndoshta ta fal atë që kisha në zemër. Në të vërtet po shoh se je i mbushur me vrerë, dhe je pengi mëkatit. Atëherë Simoni u përgjigj: Lutjuni ju Zotit për mua, që të mos më ndodh asgjë nga këto që thatë. Pasi dëshmuan dhe predikuan fjalën e Zotit, Pjetri e Gjoni u kthyen në Jeruzalem, duke u predikuar ungjillin shumë vendeve të Samaris. Një angjëll i Zotit i foli Filipit e i tha: Ngriu e shko drejt jugut, në rrugën që zbret nga Jeruzalemi në Gazë. Ajo është një rrugë e shkret. Filipi u ngrit e shkoi. Ai pa një eunuk etiopas, zyrtar i lartë i Kandakës, mbretëreshës së etiopasve, kujdestari tërë thesarit të saj. Ky kishte qenë në Jeruzalem për të adhuruar, e tani po kthehej, i ulur në karrocën e vet, duke lexuar profetin Isaia. Atëherë shpirti i shenjtë i tha Filipit: Shkoj e hip në atë karrocë. Filipi shkoi me vrat, e dëgjoi eunukun duke lexuar profetin Isaia e i tha: A e kupton atë që po lexon? Ai i tha: E si mund ta kuptoj, po nuk më udhëzoi dikush. Pastaj e ftoi Filipin të hipte në karrocë e të ulej pranë tij. Pjesa e shkrimit të shenjtë që ai po lexonte ishte kjo: E quan si dele për t'u therrur, si qenjë që shkon për t'u qethur pa bërë zë, e ai nuk e hapi gojën, e poshtëruan dhe ja mohuan drejtësinë. E kush mund të flasë për pasardhësit e tij, sepse jetës së tij i dhan fund mbi tokë. Eunuku e pyeti Filipin: Të lutem, për kë e thot këtë gjë profeti? Për veten e tij apo për ndonjë tjetër? Atëherë Filipi filloi të fliste, e duke u nisur nga kjo pjesë e shkrimit të shenjtë, i shpalli ungjillin, Jezuin. Ndërsa po ecnin udhës, arritën në një vend ku kishte ujë dhe eunuku tha:
Ja, këtu ka ujë. Çfarë më pengon të pagzohem? Ai urdhëroi të ndalej karroca. Filipi dhe unë nuk u shkuan tek uji dhe Filipi e pagzoi. Kur doli nga uji, shpirti i Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më. Pastaj shkoi plot gëzim udhës vet. Filipi u gjend në Azot dhe gjatë udhës u predikonte ungjillin të gjitha qyteteve derisa arriti në Cezare.